Dita e dytë e aktivitetit bashkëdhetarët në kuvend ka vazhduar edhe sot. E kësaj radhe, përveç mërgjimtarëve të pranishëm ishin edhe ministrën e detyre industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusari Lila e deputeti i LVV-s Ilir Kërçeli. Secili prej tyre u pyetën lidhur me çështjen e moskonstituimit të kuvendit. Kusari Lila tha se situata aktuale paraqet shqetësim të madh edhe për sigurinë e investimeve në Kosovë. Moskonstituimi i kuvendit është breng për mërgjimtarët, është breng për qytetarët e Republikës, është breng shumë e madhe bizneset për sigurinë e investimeve në Kosovë, deklaroi ajo. Kërçeli tha se janë në pritje të një takimi me partitë dhe subjektet politike për të arritur një marrëveshje për të gjitha pozitat institucionale. Sa i përket thirrjes së seancës së re, siç keni dëgjuar edhe nga kryeministri Kurti, ne jemi në pritje të një takimi me partitë, me subjektet politike për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të gjitha pozitat e institucioneve të Republikës së Kosovës, u shpreh ai. Hulumtuesi i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, Eugen Sakolli, ka deklaruar se Albulina Haxhiu mund të vazhdojë ta ushtrojë detyrën e ushtruese së presidentes edhe pas marrjes së mandatit të deputetës, pasi sipas tij seanca konstituive e kuvendit nuk është përmbyllur ende. Sakolli ka thënë se mandati i deputetit merret që në momentin e certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ka theksuar se rregulloria e punës së kuvendit përcakton vazhdimin e funksioneve të kryetarit dhe nënkryetarëve të legjislaturës paraprake deri në përmbylljen e seancës konstituive. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulina Haxhiu ka bërë të ditur se ka pritur në takim senatoren amerikane Joni Ernst, të cilën e ka cilësuar si mike të dëshmuar të Kosovës dhe zë të rëndësishëm në mbështetje të partneritetit Kosovë-SHBA. Haxhiu ka thënë se me senatoren Ernst ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, çështjet e sigurisë dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Sipas saj, në shenjë mirënjohjeje për angazhimin e Ernst ndër vite, ajo ka dekoruar senatoren amerikane me medaljen presidenciale të meritave për kontributin në fuqizimin e partneritetit Kosovë-SHBA dhe mbështetjen e zhvillimit të kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim deri në shpalljen e aktgjykimit në rastin e përbashkët ndaj tij, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues i dhomave të specializuara në Hag ka refuzuar kërkesën për lirimin e Thaçit dhe ka vendosur vazhdimin e paraburgimit të tij. Ky është vendimi 27 për vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj ish-presidentit. Në vendimin e datës 10 gosht, trupi gjykues ka vlerësuar se aktualisht nuk ka informacion të mjaftueshëm për të konstatuar se Thaçi do t'i shmangej drejtësisë në rast se do të lirohej. Ish-kryetari i Aleancës Ramush Haradinaj ka kujtuar të rënët e gushtit të vitit 1998 në Glloxhande, Irzneq. Haradinaj përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social ka thënë se heroizmi i tyre frymëzoi shumë luftëtar lirie e shumë betejë të tjera deri në çlirimin e vendit. Me dhëmbje krenarisë sot në Glloxhande, Irzneq kujtuam të rënët e javës së dytë të gushtit 1998. Enver dhe Orhan Halilaj, Arton Hasanaj, Arben Ahmetaj, Halil Sejfiaj, Naim Nimonaj, Maxhun Çekaj, Gëzim Dervishaj, Halil Berisha, Mual Zejnaj, Nexhat Humaj, Nasser Idrizaj, Hasan Osmani dhe Agron Thaçi. Po ashtu më shumë bashkëluftëtar në ditën e dëshmorëve të fshatit Irzneq bëm zbulimin e pllakës përkujtimore në ndërrim të rënëve të këtij fshati, i cili në luftën për liri dhe luftëtar të shquar dhe dëshmor të kombit. Shkroi mes tjerash Haradinaj. Në veri të vendit, policia ka zhvilluar një aksion. Lajmin e ka konfirmuar për gazetën Ekspres zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin në Mitrovicën e Veriut Vetan Elshani. Ky i fundit njofton se pastisjet janë në zhvillim me sipër. Janë duke u kryer disa pastisje në disa lokasione me dyshimin për armbrojtje pa leje, ka thënë Shkort Elshani për Ekspres. Inspektoriati Qendror i Punës ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të punimeve në një objekt ndërtimi në Podujev pas konstatimeve të parregullësive në zbatimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë. Gjatë inspektimit, zyrtarët kanë evidentuar mangësi që cënojnë kushtet e sigurisë në vendin e punës. Për këtë arsye, inspektoriati ka nxjerrë vendim për ndalimin e punimeve deri në eliminimin e të gjitha mangësive dhe krijimin e kushteve të sigurta për vazhdimin e punës. Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të gjuajtje me armë zjarri në një aheng familjar në Ferizaj. Lidhur me këtë rast, policia ka shtuar se ka konfiskuar një armë zjarri, pistolet me gaz dhe 2 fishek. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar personin e dyshuar Opik në 33 vjeç dhe kanë konfiskuar një armë zjarri, pistolet me gaz së bashku me 2 fishek. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar iniciimin e rastit për veprat penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm.